Radha tani për pjesën e dytë të emisionit dhe në fokus do tjetë sporti boksit. Javën e kaluar, Kosova shkëlqeu në turneun ndër më të mëdhat në boksin amator që mbahet në Bullgari në Stranja, pasi që ka rrëmbyer 3 medalje, prej të cilave 1 artë dhe 2 të bronzë. Ajo që shkëlqeu më së shumti pa diskutim ishte Donjeta Sadiku, që e ka rrëmbyer medaljen e parë në këtë turne, derisa Donjetën së bashku me trajnerën e saj Mariola Sallaukun dhe me sekretarin e përgjithshëm njerët edhe gjyqtarin ndërkombëtar Latif Demolli, kemi në studio për të shpalosur dhe biseduar më shumë për këtë paraqitje fantastike të Kosovës në Bullgari. Përshëndetje dhe Përshëndetje. Donjeta, do e nisim diskutimin me ty, fillimisht urime për këtë sukses historik, po e themi kështu, si ke përjetu turneun SCBM Stranja në Bullgari dhe fitimin e medaljes së artë që ja solli Kosovës pas një pritje goxha gjatë. Përshëndetje për juve dhe për gjithë ata që po na shikojnë. Kjo turnej për mu ka qenë shumë i rëndësishëm dhe kam kërku vite me radhë për me marrë një medalje t'illë. Jam të uni shumë krenore dhe lumëtën për faktin që jam bokserja por që arri me sjell një medalje t'illë. Të thëmë drejtën, kur e morra medaljen, në dorë dhe i thash trajnerës që nuk jam të e shiju mirë, se thash kom hek shumë për me arrit, thash halo nuk jam të e shiju mirë, se kom kajtë shumë për të. Kështë që për me... Ja ku marinati. Ja ku marinati, po. Mo është diçka që kom punu shumë për me arrit këtë medalje, kështë që jam të një shumë e lumë dërë thashë dhe një kose shumë krenore. Se jam bukserja, po... Vetë fakti që ke marrë me vetë në studio dhe trofeun edhe medalje, po të regon shumë. Ka përshkoj për marrë me vete. Okej, Mariola, suksesi Donjetës, pa diskutim është edhe suksesi stafit, por edhe juaj personalisht nga perspektiva juaj, apo nga këndvështrimi juaj, qëfar mund të themi se e bëri më të veçantë këtë turne për Donjetën, por edhe vetë për ju dhe për stafin e Kosovës? Kjo medalje u ka një medalje që kemi lypë që disa vite. E kemi shpreh edhe më herët që disa herë i kam bërë edhe pa drejtë në këtë turnej Donjetës. Mirë po këtë herë e deshti fati edhe pati një paraqitje, po edhe me punën e madhe që kemi bërë për me marrë këtë medalje. Unë e kom pas pak mera këtë punën, këtë pjesëmarrje, sepse o kanë turneu i parë pas lojrave olimpike, kështu që nuk e kom ditë alo që shpo ndihet mas olimpiadës edhe me pa durim me preqa këtë turnej me kështu paraqitjen e saj. Edhe normal jam do shumë e kënaqur sepse me marrë medaljen e artë në atë turnej është diçka shumë e madhe, por edhe kupën si bokserja e dytë më e mira e gjithë turneut është një arritje shumë e madhe. Kështu që është një rezultat shumë i mirë dhe i mirëseardhur, jo vetëm për karrierën e saj, po edhe për të ardhmen tash. Besoj që viti 2025 ka filluar mirë për boksin dhe të vazhdoj ashtu deri te lojrat olimpike, pse jo? Shpresoj. Zoti Demolli, patyshim duam një koment edhe nga ju për suksesin e Donjetës. Një javë para këtij turneu të patëm në studio e thatë edhe ju që gjitha pritshmëritë e shtëpisë së boksit kosovar dhe sytë janë ka Donjeta dhe gjithë ky mund padyshim ky mund e saj është shpërblyer në mënyrën më të mirë të mundshme, po nga ana tjetër edhe ju shpallët gjyqtari më i mirë i turneut, si e pretët? Po ne në këtë turne jemi në rajon, jemi vetëm vend që morën pjesë në këtë turne të fortë, për arsye se shumë shtete nga rajoni nuk përfaqësohen se është turniri më i fortë. Ne su kemi nda vite me radhë këtë turnir dhe në fund i arritëm qëllimit, ne kemi premtuar që këtë vit, pasi si që të sekme më heret, nga kanë dëmtuar vite më parë, gjyqtar ndoshta për një njancë, por këtë vit, jo vetëm Donjeta që e sjellë mas 28 vjetë me dalë në hartë. 79 të fundit e ka fituar me Bogojevci. Me 77. 77, më falni. Dhe kemi 2 medalje të bronzë, pa ato ka vlerë, por vlerëta e medaljes është e çon peshë. Dhe jemi të kënaqur që në rajon kemi domosdoshmë një medalje të nga ky turnim strangjat. Dhe është e mira që Donjeta këtë vit ka filluar me kampionar dhe besoj që nuk do ndami çdo turneu që kemi kalendarin Evropës dhe botës, bashkë me trajnerin e vet të ndjekëm dhe na si federat do t'ja mundsojmë që këtë formën që e ka momentalisht të ruaj deri në muajin shtator, ku na pret do të cekëm është kampionati botëror për femra dhe mashkull në Liverpool të Anglisë, dhe besoj që tani nga bronzta
Donita të kalojnë në medaljen e artë. Se jo, dhash zoti formën e ka pasur dhe këtë e ka shfaqur edhe në këtë turne. 3 meqet i ke fituar bind shumë Donjeta, sidomos ato finale ndaj rivales nga Kazakistani, nëse mund të themi nga aspekti juaj, cilit ishin pikat kyçe në triumfin që i ke patur në këtë turne? Po na i kena njoft gjitha bokserët që i kum pas për ballë, sidomos në finale. E kemi pas një boksere e cila kudo që ka marrë pjesë ka qenë edhe ajo, po nuk më ka ras njëherë që me u ballafaqu me ta. Dhe ja kemi bajt pak dert, për arsye se është një kundërshtare e cila është pak e papërshtatshme, edhe din me të nervozu në ring, din me ta prish boksin, edhe po nuk i kam lënë për asnjë moment gjatë 3 rundave, nuk i kam lënë asnjë moment që me ma hek fokusin prej boksit që unë du me tregu, po besoj që e kom rejnë në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe nuk besoj që e ka rejnë ajko është më mirë këtë boksere se unë. Se është një boksere për në meq që din më të nervozu në ring, edhe gjdo meq që e kena përcil me trajnerën, gjdo boksere ja ka hup fokusin. Dhe më thonë kampionës olimpike, kampiona olimpike ka dollë prej kontrolet në ring me to. Unë e kom thonë trajnerës që po besoj që e kam një ndjenjë edhe një fokus në këtë garë që e kom arrit me mposht ashtu si që është. Kështu që ja kena arrit edhe jam e lumtur. Mariola e thatë më herët që keni pasur shumë merak pjesëmarrjen e Donjetës në këtë turne për faktin që ka qenë i pari pas angazhimit të saj në lorat olimpike, por Donjetën e pam në një formë shumë të shkëlqyer dhe fantastike. Na folni pak për çfarë përgatitje fizike por edhe psikologjike kanë bërë që Donjeta në fund të shpërblehet dhe të arrijë këtë sukses të madh. Po, pas të era olimpike u ka një periudhë që nuk u ka një periudhë e letë për neve, sidomos për Donjetën, kështu që kem pas punë shumë ma shumë ndërsa se ma herët, ma shumë se për kampionatin botror, për kampionatin europian. E ka pas nevojën për një përkushtim temin shumë ma shumë se sa herave të kalume, kështu që përgatitja fizike nuk i ka mungu as një herë, vetëm e kam bajt formën, normal me pak pushim mas olimpiadës, po që forma u rikthy shumë shpejt. Nga ona psikologjike u kam problemi pak maj madhë, po që rezultoj shumë pozitiv, edhe po të regon që jemi në rrugën e duhur, shtu që shpresoj që edhe për kampionatin botror, si që ta sekretari që ta mbojmë këtë formë, por edhe për kampionatin europian që po presim ta shpejt për mu vendosit edhe datat edhe për me marrë pjesë. Okej, zotit Demolli, krahas Donjetës që mori medaljen e artë, kemi pasur edhe 2 të bronzta, Bashkim Bajoko dhe Loris Idrizi, megjithatë nga këtë perspektiva, si e vlerëson paraqitjen e Kosovës në këtë turne? Është ndër turnet më prestigjioz të boksit amator, edicioni 76, vetë fakti që janë 76 edicione flet më së miri për këtë traditë. Ndoshta nga Donjeta kemi prit këtë vit të na gëzojmë medalje dhe kurse nga djemë të thojmë vërtetën, nuk kemi prit atë shumë për arsye se edhe nuk kanë pas përgatitje as të duhur për shkak se mas vitit 3 nuk kemi për shkak financave, mjetet financiare, nuk kemi sparer pa 25 vjet nuk kemi pas përgatitje bazike dhe bokserët kanë ushtruar në për klubet e veta dhe javën e fundit të buar një përgatitje selektori Padërgjakit në Ferizaj, ku zbashë të 3 bokserët kanë ushtruar bashkë dhe po ishin në formën e duhur dhe treguan që edhe ata mund të arritin suksese dhe jetë kënaqur edhe me medaljet e bronzta Shkëlqin Sjari, për arsye se 8 djemt, amërës kemi ma shumë kemi... Si në pas pritshmërisë, po, pritshmërisë, që për të Donjeta besoj që jemi kanë 99% që këtë vit do të marrë medaljen, edhe ndoshta se kemi pritur medaljen e artë, po medaljen gjithësisht. Patyshim. Donjeta edhe trajnera foli për rrugtimin e vështirë, nëse mund të themi, pas pjesëmarrjes në lojra olimpike. Na fol pak edhe ti për këtë pjesë, sa e ke pas të vështirë rikëthimin dhe a ke pas këtë ngarkesë në kokë gjatë pjesëmarrjes në turneun Stranxha në Bullgari? Po e tha trajnera që në bas Parisit këm pas pak një periudhë më të vështirë me u rikëthy. Unë zakonisht çdo herë në bas çdo gare, edhe nëse kom hup, nëse ka qenë nesër trening, unë jam konë trening nesër. Kurse në bas Parisit,
ka qenë pak ma vështirë, dhe me thonë si shisha dorzat, ka qenë një farndjenje që nuk mëj me bëshkëru, edhe ku menu që ku me pas halomat vështirë me u këthy në trening, mirë po kjo medalje të regon që për një mendo njerë do të me qenë ma e fuqeshme se që e mendojmë, po. Unë këtë turnej që kom marrë pjesë, kom mendu që kom e pas ma të vështirë, nështë ta meqen e pare, kom marrë pak ma me emocione, mirë po i kom te kalu ato emocione dhe kom po që dë njëta për në me nuk dërzuat asë njëherë. Okej, Mariola folë pak edhe për pritshmëritë dë njëtës në vazhdimësi, kampionati botror, për edhe Evropian, me gjithat nëse flasim edhe pak më lartë për lorat olimpike, cili është plani, keni plan strategjik, apo cila është njëra që do të përgatiteni për atë pjesëmarrje, që shpresojmë se do t'jetë sërish me normë olimpike? Po, para lojrave olimpike kemi pas një periudhë jo shumë gjatë që kemi pas mundësi për kampe, mirë po 3-4 mujtë e fundit kemi pas një mbështetje shumë të madhe si nga Ministria, sikur edhe nga Federata. Më herët për shkak divizave kemi pas këtë mungesë të kampeve sidomos, tash e kemi shkelat rrugë dhe e dim çka duhet deri te lojrat olimpike. Njëjtën ku e dim çka kemi punu mirë, çka kemi bën ndoshta edhe gabim, çka kena pas mungesë dhe çka kemi pas përparësi, kështu që e kemi më të lehtë ashtu rrugën drejt lojrave tashme olimpike, edhe po besoj që këto lojra tashme do të kemi edhe sukses. Po shpresoj që kampionatet evropiane dhe botërore mos të qillojnë zakonisht në shtetet që s'na kanë pranuar, siç ka ndodhur rasti. Një do ta kemi tash në Serbi që duhet ta kalojmë pa pjesëmarrje, megjithatë ato në Indi e kanë penalizuar dhe ndoshta do ta ketë këtë herfatin me vete që pse jo do njëta të shkojnë në lojrat olimpike në Los Angeles totalisht e përshëndruar në ring dhe në medalje. Zoti Demolli, kur jemi këtu, dihet kemi folur edhe më parë në intervista që për kalimin e Federatës së Boksit të Kosovës në World Boxing dhe së fundmi Komiteti Olimpik Ndërkombëtar dha një njohje të përkohshme. Ju keni qenë pjesë e asaj takimi kur është vendosur, na zbuloj pak më shumë detaje çka do të thotë kjo njohja e përkohshme. Po neve duhet të cekëm si ne më ramë jemi këthy nga forumi Evropian ose Balkanik, të cilën bajtë në Zagreb me ku isha prezent me kryetarin e Ven Krasniqin, ku kryetari i World Boxing Boris Van der Vost dhe bashkë me Boshko e me Bono Boshnjak, kryetarin e Federatës Kroate, ishin një koqir dhe folë për Federatën e re botnore, cila përkohësisht është pranuar, bordi i Komiteti Olimpike ka pranuar, dhe tani me 15-16 mars, ka bosha këtë muj, matë kongresi i rregull zgjedhor i Komiteti Olimpik, ku ndër pikat kryesore është dhe pranimi i Federatës së re World Boxing në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, edhe pse përkohësisht është pranuar Federatës botnore World Boxing i është dhënë e drejta të organizoj kualifikimet për lojrat olimpike që më rëndësi për neve Los Angeles 2028 dhe rapë boksi është në se shumë i në hamen gjindja opinioni që boksi nuk është sport olimpik, boksi do më ka qenë sport olimpik, është sport olimpik, do t'jetë sport olimpik. Lojrat olimpike nuk kanë kuptim pa pjesëmarrjen e boksit në lojrat olimpike dhe do të themi që edhe që është përkohësisht e pranuar me World Boxing, pjesëmarrja e bokserëve është lejuar në lojrat olimpike 2028. Tani që në 23 do të cekëm 23 mars do të të për Prag, ku do të bëhet dhe Federata e re evropiane, ku do në kodër të Federatës World Boxing do t'jetë Federata e re evropiane, ku do të dheqë me boksin e Evropës, kurse World Boxing me garat dhe kampionatet botnore. Sikurse çdo federat tjetër që i ka të rregulluar. Edhe do të cekëm, edhe pse është duke marrë kampionati botnor i femrave në Nish, ku ne si me shumë shtetet mëdha nuk janë pjesëmarrëse, janë shumë pak bokser, 200 kusur bokser, do të thonë shtetet më të mëdha që kanë boksin, nuk i duke marrë pjesë, pasi që ne kemi në shtator dhe ato medale të besoj që medalet nga ky kampionat botnor nuk do të njihen nga Komiteti Olimpik, por nga Komiteti Olimpik do të njihen medalet
kampionatit botëror i cili bëhet në shtator. Okej, Donjeta, suksesi në Stranxha, sa ka qenë për shembull, sa mund të themi që ka qenë një reputacion i mirë për ngritjen edhe më shumë të boksit në arenën ndërkombëtare, reputacionit, prezencës, sukseseve, sa ka bërë kjo më madhështore për shembull? Po, na si që dim që Stranxha është një ndër turnirët më të mëdha në Evropë. Edhe vetë fakti që nuk kemi pasur medalje për një kohë shumë të gjatë tregon që është një turnej shumë i madh, edhe me u ngrit flamuri dhe me u ndëgju himni me një vend ku ka shumë shtete të forta, është një ndjenjë shumë e mirë, edhe normal, edhe njëkohësisht edhe ndjenjë krenarie. Unë po besoj që ju vetëm këtë turnej, po tash mbas çdo garë kemi me tregu performancë të mirë që ta ngrisim flamurin edhe të ndëgjohet himni jonë. Për ndryshe shumë bukur duke në Stranxha prapavia flamuri Kosovës para të gjithë. Mariona Meqimi edhe ka fundi i intervistës, dua një koment nga ti, duke qenë se jeni një trajnere femër e një sporti që tradicionalisht është dominuar nga meshkujt. Sa e bën kjo punën tuaj më të vështirë dhe ndoshta cilat janë sfidat, por edhe motivi juaj për ta çuar sa më lart sportin e boksit në Kosovë? Po fillimisht u kon më e vështirë, edhe e kuptoj sepse boksi dominohet nga meshkujt. Shumica e trajnerave janë meshkuj. Jemi shumë të pakta. Por kjo është shekulli i femrave. Jo vetëm në Kosovë, po edhe në të shtetet e tjera, kur morrin pjesë në përgora ose në për kampionate botërore europiane, shesh shumë pak trajnere femra. Kështu që fillimisht edhe në përgorat ndërkombëtare ku pas pak më vështirë, ndoshta edhe çosjen me trajnerat e tjerë, sepse nuk të njohin, nuk e din rezultatet e tua, nuk e din arritjet që i ki, edhe e kanë një farë stepje ndaj mie. Në fakt e kam pas, kështu që mas medaljes botërore, medaljes europiane, kualifikimit për lojra olimpike ka ndrua dhe qasja e tyre, kështu që nuk më thonë tash që kam vështirë, fillimi ju kanë shumë më e vështirë, po tash është shumë e lehtë. Si meshkuj, si femrat është. Po besojnë që edhe medalja olimpike do ta përmbush edhe do ta rrumbullakësoj këtë mozaik të sukseseve dhe të prezencës së boksit të Kosovës. Pse jo? Zotëri Demolli edhe një pyetje për fund, dihet se ka filluar programi Super Sportistët, pjesë e këtij programi është edhe boksi, sport që do t'i ketë aspiratat e tij, madje një ekspert i huaj bullgar ka ardhur në Kosovë, realisht sa jeni të kënaqur me jetësimin e këtij programi dhe cili është synimi i boksit, nëse mund të themi në këtë program? Po ne jemi 8 federata sporti olimpike për këtë program, ndërto është edhe boksi, do të themi se ka ndoshta 10 ditë që kemi këtu trajnerin nga Bullgaria, por prak me vonesin edhe komisioni i Supersportit duke vonuar me punën e sportistave dhe qysh nesër do të fillojmë punën e trajnerit bullgar edhe me 3 sportistat të cilat janë caktuar bazë meritave të medaleve. Është Badalli nga Prizreni, është Taulant Jakubi nga Gjakova dhe Donat Sylan nga Gjilani, se ka qenë parapar nga 15 vjet deri në 21 vjet. Dhe ndoshta për mua nuk ka qenë shumë e mirë për arsye se kemi bokse ministrin e veçantë që janë shumë ndoshta shpresoj që të marrin pjesë në Olimpiadë, siç është për shembull Donjeta, Bajoku, shumë bokser, Loris Idrizi, ka bokser domon ndoshta të vinë edhe nga jashtë, se do të them se shumë kërkesa më kanë bën nga bokserët diaspora për pjesëmarrjen në kampionatin e Kosovës që është me 56 prill të domon Kosovë të marrin pjesë në kampionatin individual për arsye të zonën vend në përfaqësuesin e Kosovës për kampionatin botëror olimpiadë dhe është rregulluar atë natë që pa pjesëmarrje në kampionat të Kosovës bosh i parë Kosovë nuk mund të zësh vend në reprezentacionin e Kosovës dhe do të jetë një kampionat këtë vit do të jetë shumë i madh dhe me bokser të mirë dhe do të vazhdojmë sipas rregullave që kanë para pa super sportistë dhe ne vazhdojmë punën me 3 bokser dhe është para pa që nëse këta 3 bokser në brenda vitit nuk tregojnë rezultat në garën ndërkombëtare, atëherë kemi drejt të bëjmë ndryrime me 3 bokser tjerë. Dhe kështu të vazhdojmë deri në lojra olimpike. Po edhe trajnerin që se s'ka sukses, po trajnerin mundim të ndërrojmë mas një viti. Kjo është e mirë se ardhën për neve, për sportista dhe për gjithë Kosovën.
Okej, Donjeta Maljola, Zoti Demolli, faleminderit shumë që ishte sonte pjesë e emisionit as. Shumë suksese tutje dhe patyshim që dera e RTK-s është gjithmonë e hapur për ju. Faleminderit.